Dhe në loj, ka ndodhur ajo pas fitores, do të thonë, dhe nesërmen, e kam një informat, më thot dikush, keni rrezik të martën. Ne nuk e kemi ditë asë, nuk mujmë me paragjiku, se jam njeri i paragjikimeve, thot keni një rrezik të martën. Thash, qa ka me ndodhë, s'ka qa ndodhë. Thot shpëtimi, 13 trajneri, thot lejtarët nuk dalin servitje. Pse? Thot kështu thot i kushtet dhe i ka shqetësu, ka thonë që kë investitori është largu, thot edhe nuk kemi mundësi buxhetin i kanë dezinformu. Atëherë të mërkurën, kom shku para lejtarëve, kom tregu realitetin, që na jemi këthy vetëm 50-50, se unë kom qenë kontakt me investitorët edhe nuk kanë qenë të larguun, në asnjë mënyrë, por që dikush ka shti ashtë frikë të lejtarët, so që ata fillun me smeni vetën sigurt. Okay. Në moment kër shënit sigurt, pse unë me majtë atë me zërë. Edhe janë liru. Edhe unë i liroj ata të cilët mendova që duhet me liru. Kjo ka qenë kret. Investitori, për informatën ju, ose dezinformatën që keni, kam këtu, mund të vërtetoni, kam mesazhin barë mbrom, unë kam komuniku me ta. Ajo është në klub, edhe do në me ndihmu klubin. Okay. Kjo është e vërtet. E vetëmja gjo që ordhosin dezinformatën,